Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari nuk e përjashton mundësinë që ASH të bëhet pjesë e qeverisë, por siç thotë, vetëm me një marrëveshje të re, në të kundërtën, ai tha se është nënshmuese të hyet aty prej ku ke dalë. E për të bërë pjesë e qeverisë, Taravari në emisionin Debat në Shenja shpalosi disa kushte, i cili kërkon garanca për fillimin e negociatave me BE-n dhe votimin ndryshimeve kushtetuese. Vetëm se me një marrëveshje të re, në të cilët do kishte spaku garanca për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian dhe ndryshimet kushtetuese, në atë rast edhe mund të diskutohet. Për ndryshe, nuk kemi çfarë kërkojmë atë. Ndërkaq, kërkesën e Taravarit e ka komentuar numri 1 i qeverisë, Christian Miskoski, i cili në një përgjigje në formë të cinizmit, tha se garanci më të madhe për rrugën euroatlantike sesa prishja e kontratës me Gjokën nuk ka. Pa по-голема гаранция за евроинтегративниот пат од раскинување на договорот со Ѓока нема. А вакви работи не се разговараат преку медиуми. Kujtojmë se Arben Taravari ishte një nga figurat kryesore të koalicionit të Vlen. Disa ditë para zgjedhjeve parlamentare, ai si një koqir priti në selinë e Vlenit kryetarin e VMRO-DPMN-s, Christian Miskoski, i cili në atë periudhë konsideroi favorit përfitore. Takimi u shoqërua me publikimin e një fotografie në rrjetet sociale, e cila u interpretua si një sinjal i qartë për bashkëpunimin e ardhshëm mes dy bloqeve politike. Pas zgjedhjeve, Vlen u bë pjesë e qeverisë së re, ndërsa Taravari mori drejtimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Megjithatë, pas mospajtimeve politike brenda koalicionit qeverisës, ai u largua fillimisht nga Vlen, e më pas edhe nga ekzekutivi dhe kaloi në opozit, ku në zgjedhjet e fundit lokale bashkëpunoi me Bashkimin Demokratik për Integrim.